Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në valët e radios tonë dhe faleminderit që na ndiqni dhe na jepni kuraje për të vazhduar. Unë jam Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër. E martë sot, data 19 maj, dhe si çdo të martë ne jemi bashk në emisionin tim Mikrofoni hapur. Kur thash datën 19, mundes drita akuqe në kompjuter se sot një nga moderatorët e Window Radio, zonja Madjana Nuredini, ka ditëlindjen dhe u urojmë gëzuar ditëlindjen Madjanës. Unë dhe stafi të urojmë jetë gjatë, të lumtur, suksese në radio edhe në punët tuaja. Si që kemi thënë, Window Radio, stafi dhe mikrofoni i saj janë për ju, kudo ku ka shqiptar dhe kudo që flitet shqip, kudo që ka mendim, kudo që ka fjalë, kudo që ka aktivitet, kudo që ka mobilizim, kudo ku ka qëllim, kudo që ka kontribut për zhvillim. Shumë shqiptar, miliona shqiptar madje, u larguan nga vendi për një jetë më të mirë, dhe kur them miliona, për një vend me shumë pak miliona, është shumë, është gjysma e popullsisë. U larguan shqiptarët për bukën e gojës, punuan fort për të fituar diçka, për të mbajtur veten, për të mbajtur familjen, por edhe familjarët e lënë në Shqipëri. Ky ishte fillimi i emigracionit shqiptar, punë dhe bukë. Por shqiptarët nuk u ndalën këtu. Mësuan gjuhën, mësuan punën, filluan studimet si pjesë e rëndësishme e integrimit dhe dal nga dal ndërrimin e statusit nga emigrant të punëve të rëndomta në qytetar të barabartë me vendasit. Por jo vetëm kaq, por shqiptarët u bën menaxher dhe drejtues duke treguar se janë inteligjent dhe profesionist, por pas ka patur edhe më shumë për shqiptarët. U bën shtetas të këtyre vendeve dhe sot kanë fituar të drejtën të aderojnë edhe në politikë, në politikën e vendeve ku jetojnë, të zgjedhin dhe të zgjidhen. Në Itali në fqinje ka zgjedhje lokale dhe po dëgjoj se ka shumë shqiptar që kandidojnë. Ne ju urojmë suksese të gjithë kandidatëve shqiptar, duke patur në konsiderat që çdo shqiptar i zgjedhur do të jetë një zënjë fort në mbrojtje të interesave të shqiptarëve. Kam ndjekur shumë aktivitete gjatë kësaj fushate, ku më ka rënë në sy aktiviteti i zotit Bardhok Doda dhe bashkëpunëtorëve të tij, dhe për të na folur për këtë, unë po lidhem me Romën, pasi është edhe ajo thanja të gjitha rrugët na çojnë në Romë, sonte mua më kanë çuar në Romë, aty ku po na pret zoti Bardhok Doda. Zoti Bardhok Doda, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Window Radio dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Gens, mirëmbrëma diaspor, mirëmbrëma Shqipëri, po filloj mirëmbrëma diasporës sepse ne jemi në diasporë dhe jemi pjesa më e madhe e shqiptarëve të Shqipërisë që jemi në diasporë. Faleminderit ju nga zemra për ftesën, nuk është hera e parë, është disa të herë që ju më ndaroni me ftesën tuaj. Dhe ju falenderoj përzemërsisht. Du edhe unë të bëj një urim gazetares Sui të nderuame për ditëlindjen zonjës Madjana Nuredini, ju urojmë edhe 100 vite të lumtura dhe gjithmonë sa më përpara dhe sa më shumë thanjen e të vërtetë, siç ju e keni zakon si radio, dhe e keni me zemër thanjen e të vërtetë për çdo gjë që ndodh në Shqipëri dhe në diasporë. Faleminderit. Bardhok, të falenderoj edhe një herë se duke parë dhe angazhimet tuaja, me thënë drejtën keni qenë shumë i angazhuar këtë ditë dhe koha nuk është se ju ka tepruar, por gjithmonë keni gjetë kohën edhe na keni mirë kuptuar dhe keni pranuar të vini në radio dhe të falenderoj shumë edhe në emër tim edhe në emrin e stafit. Bardhok, ju jeni një emër i njohur siç tha dhe vetë për radion dhe për dëgjuesin, pasi keni qenë edhe herë tjera, po futemi direkt në temë pa pas nevojë për t'u prezantuar sepse thash tani njihemi. Bardhok, ka zgjedhje në Itali dhe ju jeni një zënjë i fortë i shqiptarëve. Kur janë zgjedhjet dhe a ka kandidatura nga shqiptarët në zgjedhje? Po,
Tashi, zgjedhjet janë zgjedhje pjesshme për zgjedhje lokale. Po. Dhe janë në disa zona, unë për vete ndihem i privilegjuar dhe i nderuar sepse shumë shqiptarë për marrin pjesë në këto zgjedhje, kanë pranuar që t'jenë pjesë në këto zgjedhje dhe t'i japin sa më lart zanin e shqiptarisë, si komb, si jemi dhe si njerëz të së drejtës, si jemi dhe me të vërtet jemi një popull shumë inteligjent dhe shumë me zemër të madhe dhe me zemër të hapur. Unë i falenderoj të gjithë ata që marrin pjesë, duke filluar nga Albano, e cila është e nderumja Romina Shkreli, e cila kandidon gjithmonë për Forca Italian, ajo kuptohet sepse ne jemi një pjesë e Forca Italias, jemi Partia Popullore Europiane bashkë me Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe të gjitha partitë e djathta, qendrës djathtë në Europë. Kemi dhe në qytetet të tjera që janë kandidu dhe dy zotëri tjerë, një në Prato dhe një në Pistoia, një zonjë në Pistoia, ka dhe tjerë, por këta du më thënë që kandidojnë për Forca Italian dhe shpresojmë që t'jenë fitues të tre dhe ne ajo krenaria e shqiptarit jetë me të vërtetë, sepse ne jemi krenar si jemi shqiptar, por jemi më shumë dhe krenar për atë çfarë po bëjnë shqiptarët këtu dhe si po angazhohen në politikën italiane. Është e vërtet, Bardok, është ndjenjë krenaria se siç e thash në fillim, shqiptarët shkuan për bukë në Itali dhe në vendet e tjera të zhvilluara dhe përfundimisht nuk kanë përfunduar se jeta nuk përfundon këtu, po kanë arritur shkallën më të lartë saqë ata të kandidojnë për të qenë pjesë e drejtuese edhe menaxhuese në nivele të larta në politikën jo vetëm italiane, po edhe në vendet e tjera. Do më thënë që, dakord, ju flisnim sonte më shumë për Forca Italian dhe për ata, po në përgjithësi shqiptarët a aderojnë informacione politike në Itali? Informacione të tjera? Po, aderojnë, të jemi sinqert, nuk i kam emrat dhe nuk jam i sigurt sepse... Jo, them në përgjithësi si kështu, a janë të angazhuar politikisht shqiptarë? Shumë, faktikisht po vazhdojnë kohët e fundit, ka 3-4 vitet e fundit që unë kam pas një mision dhe një akord bashkë me Forca Italian që në çdo vend të Italisë të ketë dhe kandidat shqiptar. Ka nga ata që kanë pranu, ka dhe nga ata për shembull që nuk e kanë pranu, që kanë kërkuar që të mos jenë pjesë e politikës, për arsye të tyre ekonomike apo familjare apo dhe për arsye të punës, për arsye të kohës që nuk mund ta gjejnë të lirë për të angazhuar, sepse politika është shumë e bukur, është shumë domethënëse. Politika nuk bëhet për interesa personale, kushdo që të hynë politikë për interesa personale nuk është politika. Politika është për interesa kombëtare dhe ndërkombëtare, por ne s'po shkojmë ndërkombëtare, po shkojmë te ato kombëtare. Dhe secili nga personat që kandidon sot dhe unë i uroj në çdo shqiptari që është kandidat që të jetë fitues, çdo person që kandidon duhet të kuptoj mirë se nuk është se po kandidon vetëm për të marrë një pjesë në politikën italiane, por po merr një pjesë, po merr një shpatulla edhe flamurin ton kombëtar, të cilin ne duhet ta nderojmë dhe ta marrim sa më shumë afër dhe të punojmë për të, sepse gjaku, edhe nëse kanë lindë në Itali, gjaku është gjithmonë shqiptar. Po, Bardok, ne jemi shqiptar, nuk jetojmë në Shqipëri, po jetojmë me klimën politike dhe gjithçka që ndodh në Shqipëri dhe e shohim që në kohën e zgjedhjeve fillojnë një herë, jo do të zgjidhet njëri, do të zgjidhet tjetri, dikush pretendon më shumë, dikush pretendon më pak, dikush ka qef po nuk i hapet rruga, dikush duhet Nëse, sa e vështirë është në Itali, ose sa të hapur janë këto, ne nuk po them informacione në përgjithësi politikë italiane, po Forca Italia, sa hapur është që të ketë kandidatura shqiptare në kandidim? 100%. 100%. Dhe kushdo që ka dëshirë, se do ketë zgjedhje lokale në Itali, ka zgjedhje, po të themi, çdo muaj, mos një qytet një tjetër, mos një zonë një tjetër. Kushdo që na ndihjon dhe adhuron të jetë pjesë e politikës italiane të Forcës Italias, e cila është po të njëjtën gjë si të ishte e Partisë Demokratike,
unë i baj thirrje që në qoftë se nuk e gjen hapësinën, ose në qoftë se e kam të vështirë, ose e ndjen veten do të thonë distant nga politika, mund të më thras në telefon, ose në mesazh, ose në çfarë do lloj dëshire të ketë ai, dhe se çdo shqiptar ka të drejtë të marrë pjesë dhe të jetë kandidat për të gjitha zgjedhjet, jo vetëm për zgjedhjet administrative, por do jenë edhe do të ketë kandidat edhe për zgjedhjet parlamentare, do të ketë edhe për europarlamentare dhe për regionale, për rajonale, për gjitha, sepse është një akord i cili me bekimin e Paolo Barrelit, se cilin e përshëndes dhe gjithë forca e Italias, që të ketë shqiptar të jenë gjithmonë, domethënë shqiptar që përkasin forca e Italias, i përkasin djathtës, të jenë pjesë e kandidimit në çdo zgjedhje që bëhen në Itali. Bardok, 100% e hapur. Bardok, a janë italian që po merren pak me politikë dhe duhet i zëvendësojë dikush, apo është vetë ajo që është inteligjenca që kanë shqiptarët dhe aftësia drejtuese që kanë shqiptarët që i ka imponuar deri diku të bëjnë pjesë edhe shqiptarët në politikë, apo kanë një për interesin se duke pasur shqiptar, ndoshta mbledhin votat e shqiptarëve? Të mbledhin gjithë votat e shqiptarëve, nuk nxjerrin se shqiptarët janë shpërndarë, nuk është se janë gjithë një zonë. Po të ishin gjithë një zonë, një rajon për shembull, mund të nxjerrshin edhe 2 deputet edhe 3 deputet. Por duke pas se janë gjithë shpërndarë, nuk është arsyeja, nuk është se do të mbledhin sa më shumë vota. Arsyeja është, domethënë, vllaznore dhe dashamirëse dhe bashkëpunim mes forcave politike, për cilën kam punuar, jam i sinqert, kam punuar shumë që të ketë të vi kjo ditë, dhe të jetë kjo ditë domethënë e hapur për çdo shqiptar, dhe vazhdoj të punoj. Sot kam pas edhe takim në Senat, po për të njëjtën ide të përbashkët me Forca Italia me senatorin De Rosa, Rafaele De Rosa, kemi biseduar gjatë për këtë pjesë, të cilët janë të gjithë dakord dhe jemi të gjithë në të njëjtin mendim dhe në të njëjtin hapësirë që shqiptarët nuk mund të jenë vetëm pjesë e punëtorisë, pjesë e skllavërisë, siç kanë qenë vitet 90, por jo se ishim skllav nga vendi jonë, jo se këtu na bënën skllav, por të jenë pjesë e politikës, të jenë pjesë e administratës, të jenë pjesë e çdo programit që Forca Italia ka në dorë. Bardok, unë kam pa bet nga afër lidhjen tuaj dhe të grupit tuaj, që një grup simpatik, dhe unë ju përgëzoj, ju përshëndes dhe ju mbështes vazhdimisht me Forca Italian në një rast në parlamentin italian, jo në parlament, në një zyrë të parlamentit, në një pjesë që ishte grupi parlamentar i Forca Italias, e pash se gëzonit respekt dhe ishit fuqiplot, edhe besoj kjo tregon që edhe kontributin duhet ta dish, Bardok, nuk ta fal kush, po keni punu fort, edhe besoj edhe ata ju kanë majt afër duke pas besim tek ti për punën që ke bën edhe korrektsin, por më bën përshtypje që doja thjesht bëjmë vetëm lidhje shkurtër, më fal se po të ngacmej pak sa. Në opinionin tim, Bardok, mu duk se ke derën, është ma madhe për ty dera edhe ma hapur ajo e Forca Italias në Itali se e Partisë Demokratike në Shqipëri. Faktikisht për derën në Shqipëri nuk e di relatet, po nuk e di nëse do të hapet dera automatikisht ashtu siç të hapin në Itali. Po, ti derën ne, edhe nëse nuk e gjejmë të hapun, e hapim. Rrim presim edhe mos deret, sepse nuk është problem se është vendi jonë. Dhe nuk e besoj se kjo pjesë, si e thu, disa gjëra mund të jenë edhe reale, por nuk e besoj, për sa të jetë Sali Berisha aty, demokrat nuk e gjejnë derën e mbyllur, pavarësisht se është shumë e vështirë. Të jemi sinqert, është shumë e vështirë të ecësh në politikë në Shqipëri se sa në Itali. Këtë ta garantoj. Por sepse aty janë njerëzit që janë në politikë dhe është i vetmi burim mund të jetë për ato politika. Për ne emigrantët, si në Itali, si në Londër, si në Amerikë, burimi i pjesa e politikës është pjesë krenariet për vendin, nuk është pjesë, domethënë, se do të kapi post dhe duhet jem aty. Unë për vete nuk kam kandidu as edhe një herë,
sepse nuk e kam pa të arsyeshme që unë të kandidoj dhe të mbledh vota dhe të mbyll telefonin tjerëve. Ndu që tjerë të angazhohen në politik, dhe nëse në i ditë do jem unë i gatshëm ose do kem atë perspektiven për të kandidu për një diçka ose një tjetër, do jo kërkoj. Por mu më intereson që rinia shqiptare dhe shqiptarët bëjnë sa më shumë emër dhe të jenë bashkum dhe të kandidojnë dhe të marrin poste që u takojnë, por ama mos të harrojnë, gjithmonë mos të harrojnë flamurin tonë kombëtar dhe demokracinë në Shqipëri. Bardok, ne shqiptarët shpesh herë jemi edhe pak xheloza, por të them të drejtën, ti je i sigurt se unë kur erdha në Rom në atë takim që patëm në parlamentin italian, unë e pash autoritetin tuaj me krenari, sepse siç unë do ta menojmë gjithë shqiptarët se ai autoriteti jo që kish aty, ai faktikisht ishte edhe i imi, sepse ne kemi një emër të përbashkët, ti je Bardok Doda, unë jam Gens Paçuku dhe gjithë kemi nga një emër, po emri i përbashkët që jemi shqiptar, edhe unë si shqiptar unë jeva krenar sepse gjeta disa shqiptar aty të udhëhequr nga ty që kishin autoritet të plot, kishin respekt të ndërsjellë të reciprok, edhe unë për veti, megjithëse ishte hera e parë, unë ndjeva si në shtëpinë time, fal edhe punës tuaj dhe të grupit tuaj. Bardok, a ka shumë kandidatura shqiptarësh në këto, domethënë në të njëjtën zonë, për shembull një zonë përmend një 2-3 zona, a ka shumë edhe a e dëmton kjo mundësinë e shqiptarëve për të zgjedhur pasi votat në këtë rast shpërndahen pak? Kjo është shumë e dëmshme faktikisht. Për këtë pjesë, po është në pistoja kjo pjesë, si ka shumë kandidat. Aq sa edhe unë nuk e disha, janë 5 kandidat, domethënë 3000 vota, 2000 e pak vota shqiptarëve, se nuk janë as 3000, të cilët rrezikojnë se asnjëri mos zgjidhet nga këta. Unë uroj se të zgjidhen. Ky është një problem, domethënë, i komunikimit mes njëri tjetrit. Një problem, një xhelozi mes njëri tjetrit, e cila nuk është faj besoj i kandidatëve, por faj është, domethënë, është ajo pjesa e marrën nga vitet e kaluara të brezit, të cilit pse tjetë ai dhe mos t'jemon. Po kjo është shumë e dëmshme se fut një frym përqarse, një frym i shkatrimit në mes të rinisë. Dhe kjo nuk duhet ndodhte, por ka ndodhur dhe unë uroj që atje të ketë mirë kuptim me njëri tjetrin, mos të ketë përçarje më të madhe, por të ketë vetëm bashkim dhe uroj që të paktën të kemi një kandidat, sepse po të ishte koordinuar në mënyra të ndryshme. Sot do kishim jo një, po 2 kandidatë zgjedhur në komunën e Pistojës. Kjo është e vërtetë. Po mirë, a keni pas diskutime ndër shqiptarë që të ketë një farë aleancë, të ketë një farë bashkëpunimi, apo si thati nuk lëshën pen, të gjithë duhet jenë të partë? Ne shqiptarët kemi këtë problem se të gjithë dojmë autobusin për zgjanit, jo për zgjatit. Nëse këto nuk më japin. Është i problem shumë i madh si ka ndodhur atje, por kjo është arsyeja se domethënë nuk ka pas një marrëveshje mes shqiptarëve që të jenë këta kandidat dhe të kemi këta persona që të na përfaqësojnë në komunën e Pistojës dhe do ishte i krenari. Unë uroj, shpresoj që do dalin në një nga tanë. E shoh shumë vështirë, por gjithmonë shpresa është ajo që vdes e fundit dhe shpresojmë se të radhë shpresa mos vdes, por mos jetë shpresa, por të jetë realiteti se të kemi një kandidat shqiptar, një të zgjedhur shqiptar. Më shkruan në mesazh një bashkëkandidatar joni, Zev Gjonaj, ai është në Shqipëri, por jeton në Itali, thotë ma përshëndet zotin Bardok Doda, edhe të përgëzon për punën që bën vazhdimisht dhe gjithnjë i pa lodhur. Ma përshëndet shumë zotin Zev Gjonaj, e njeh, njeri shumë i nderuar, autoritar, ka punuar shumë për Partinë Demokratike dhe vazhdon e punon edhe sot dhe është i pa lodhshëm. E kam parë edhe në Itali, kemi takuar në Forli me zotin Zev Gjonaj. Kemi organizuar dhe takimin e parë në Forli për hapjen e grupit punës për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike dhe një njeri i pa lodhshëm si tillë duhet në Shqipërisë dhe jo hatërmec. Kjo është më e bukur sepse Zefi ka një kulturë
politike shumë elegante dhe shumë bukur. Dhe Është përshëndes përzemërsisht. Është vërtet ajo që tha, është shumë e rëndësishme kjo atërmet, sepse ne bardhok mund mos jemi dakord shpesh herë, po nëse shohim qëllimin final ne gjithmonë prapë se prapë duhet që ndërmë të bashkuar edhe jo të ndarë. Tani për te problemeve që tham që mund të ketë mungesë bashkëpunimi midis shqiptarëve se gjithse kush do të zgjidhet, domethënë kemi shanse për shembull ne që dikush aty Për shembull kemi pas dy koordinime të bukura në Prato dhe në Albano, që shqiptarët janë mirë kuptuar janë me tjetrin, të cilët kam qenë në kontakt për fatin e keq më pistoja ja. Në këto dy, si në Prato, si në Albano, kam pas koordinimin bashkë me shqiptarët dhe me Forca Italiane dhe kemi zgjedhur nga një kandidat, të cilët me shpresën e madhe besoj se do ja dalin. Tani këto kandidaturat, a janë kandidatura për postin më të lartë të kryetarit për shembull të komunës apo si a janë këshilltar? Këshilltar. Po si komunës ka shumë vota. Po, okay. Tani pjesa është pak e çuditshme se ne shqiptarët të gjithë duhet të kandidojmë, të fitojmë, po është edhe pjesa tjetër e votuesve. Ajo që ka shumë gjanë dorë në rastin e zgjedhjeve. A janë të angazhuar shqiptarët edhe si votues për t'ju dhënë një mbështetje këtyre kandidaturave, sepse unë kam përshtypjen që një shqiptar i zgjedhur në komunë për këdo qoftë edhe nëse dikush nuk ka simpati personale, ai prapë se prapë vetëm autoriteti që ekziston një shqiptar në komunë në si këshilltar apo ku ta di unë, ja ngre autoritetin shqiptarëve. A janë të ndërgjegjshëm shqiptarë që duhet marrin pjesë në votime të paktën aty ku ka shqiptar si kandidatura? Shqiptarët që cilët unë i përshëndes të gjithë, pa pikpamje politike, jo vetëm në Itali, por në gjithë botën, ku do ndodhet shqiptar, kanë filluar të ketë një përgjegjësi politike dhe kanë filluar që ta shohin atë pjesën e politikës shumë afër vetvetes. Kjo është një lajm shumë i bukur dhe unë shpresoj se çdo shqiptar që ndodhet dhe ka drejtën e votës, ndodhet në Itali dhe ka drejtën e votës mbi gjitha për momentin në këta 3 zona, të ditën e diel, që këtë diel janë votimet, dielën dhe të hanën, të gjehet 10 minutë në kohës dhe të shkojë të votoj. Të votoj për një kandidat shqiptar, të votoj për Forca Italiane, të votoj dhe për krenarinë tonë. Se siç e the edhe ti shumë bukur Genci, është krenari të kemi sa më shumë shqiptar në politikë, sidomos rini. Ajo çfarë duhet është rinia, jo vetëm këtu, por edhe në Shqipëri. Duhet vetëm rinia, vetëm ajo mund të bëjë ndryshimin në çdo vend në botë. Dhe kjo është e faktuar në çdo pjesë të globit, ku ka pas rini, ku ka pas rinovim, ka pas demokraci reale dhe ka pas gjithmonë ecje të kombit përpara. E përmende shumë fjalën rini, a mos e të thush edhe kandidaturat janë kryesisht të moshave të reja apo janë nga ato brezi i parë që kanë emigruar në Itali? Ja, janë moshat e reja. Janë moshat e reja. Për shembull, janë Pistoja, zonja Pistoja, e Tleva është moshe jona, por integruar me shumë mirë, me një kulturë politike shumë se kam pas kënaqësinë të takohem me të dhe të bisedoj me të, shumë të pjekur dhe shumë të avancuar, domethënë një politikë reale, siç dhe e meriton të jetë vërtet politika. Në Prato është zoti Fabian Hoxha, i cili është një inxhinier i shkëlqyer, inxhinier informatike dhe është i ri dhe aty kam shpresën më shumë të rinia sepse edhe mosha edhe brezi jon po thosh se duhet gjithmonë t'ja lirojmë rinisë që rinia të ecin përpara. Tani do të hym në pak në marrëdhënie personale, në kuptimin jo, vetëm një frazë e shkurtër, pasi unë qesh në Itali, siç e thash edhe më herët, u takum, tani kam filluar që të nifem me ju, pak ne rrim një farë kështu në distancë nëpërmjet Facebookut, edhe
një grup i mirë që punoni, kështu që unë të më shumë me të përshnet dhe më na dha një paraqitje situatës në Itali, por të kontribuojmë edhe ne me sa të mundemi në sensibilizimin e shqiptarëve në Itali që të votojnë kandidaturat shqiptare të pak, pastaj do të ishte mirë që të mos kemi shumë kandidatura që të bëhet e mundur që të jenë fitues, edhe do desha të përshëndes disa pjesë të grupit tuaj nëse dika do ta lën jashtë, unë i kërkoj ndjes, po Berti Shokun, Lindita Bimin, Shpresa Alishanin edhe Dritan Beqirin që i shoh gjithmonë krah jush, Tonin Simonin që i shoh gjithmonë krah jush, edhe duke një sak një grup kompakt i pa lodhur edhe pa hatërmetje, po e se jam i sigurt se debate ka, unë nuk e di, po jam i sigurt se debate ka, por më pëlqen që ju e keni ruajtur atë unitetin e tur për të vazhduar, kështu që mi përshëndet kurdo që ti shofish. Për fat, unë të falenderoj shumë për përshëndetjet. Kam harruar në emër. Ja, janë shumë emra, sepse kryesia e Italia është me 34 veta. Po këtë po ta pash. Po. Unë du t'i përshëndes gjithë, edhe pse s'u tham emra, du t'i përshëndes gjithë përzemërsisht, të fillu nga Cremona, në Milano, në Rom, në Pescara dhe kudo se ndodhen. Bashkimi ban fuqinë Gens, dhe nuk jam unë ai që du të marr meritat për bashkimin dhe besën, mund ta themi më mirë të shqiptarit që jemi gjithë bashkë. Ne kemi 4 vjet si punojmë e bashkëpunojmë njëri me tjetrin, dhe siç e theti mund të ketë edhe momente jo që mund mos gjehet akordsi, por kur ka një afrimitet pa interes, sepse ne jemi gjithë për Shqipërinë, dhe një komunikim se mas çdo lloj debatit gjendet gjithmonë zgjidhja. Unë du t'i falenderoj sepse janë ato që kanë bërë diferencën. Jo unë vetëm. Unë jam kryetar sepse më kanë votu ata, dhe më kanë votu ata dhe shumë shqiptar tjerë cilë t'i falenderoj. Por punën e kemi bërë gjithë grup. Dhe se cili nga ne, nga Albanu, nga çdo vend që ndodhet në Itali, si janë pjesë jona, janë të gjithë kryetarë. Sepse gjithë jemi gjithë një. Dhe asnjëri nuk është më lart se tjetri. Dhe unë uroj që ky grup prej 34 vetash, ne të shkojmë minimumi 120 veta. Që në çdo cep të Italisë kemi pjesëtarin ton, dhe në çdo vend të Italisë kemi bashkim, harmoni dhe punojmë për vendin ton. Unë vazhdimisht jo pa qëllim të kam përmend ty, po dhe grupin e kam përmend vazhdimisht sepse puna ecën kur është në grup dhe jo një individ pa grupin nuk ka çfarë me bë, po dhe grupin fundit do një lider. Ne sikur të bëhen zgjedhje në Itali dhe nëse fiton Forca Italia, një drek na e ke një borxh aty te ka lokali atë ku haram drekën atëherë se më ka pëlqyer shumë, se nuk kishim shumë eksperiencë me Italinë, po ishte vend i bukur. Edhe si do si tjetë puna, do ta bëjmë herë për fushat elektorale para zgjedhjes, mas andaj kur të fitojmë bëjmë prapë për herë dytë. Kështu si, mos të lash larg. Ke frikë se si të ham drekën mas andaj harrim me punu o bardok. Po, hajde se nuk harrojmë nëse jemi shqiptar. E kemi në gjak t'i japim sa më shumë. Besimin se na jep tjetri ta shohim deri në fund. Okej. Unë gjithmonë ju falenderoj, ju uroj suksese dhe padyshim as sa kam nuk kam shumë, po unë do mundohem që të jem një mbështetje për ju sepse e meritoni. Falenderoj shumë. Një pyetje bardok pak si me spec kjo pyetje. Shqiptarët punojnë, menaxhojnë, drejtojnë, studiojnë e tash edhe kandidojnë politikisht në vendet e zhvilluara të botës, nuk po flasim për veç Italinë, sepse ajo që ndodh në Italinë pak a shumë ndodh edhe në vende të tjera. Ka njohuri, eksperiencë, vizion e integritet. Mor, a do t'i duheshin në Shqipërisë këta lloj njerëzish apo Shqipëria ka plot dhe s'ka nevojë? Çdo pemë nxjerr lulet e veta. Por Shqipëria lulet i ka
si në Shqipëri i ka dhe në diasporë. Dhe për jo çdo lule ban frut, krijon frut. E vërtet. Dhe Shqipëria do të shohin ato frutat e mirë, frutat e pakalbur si në Shqipëri, por edhe në diasporë. Unë uroj që Shqipëria, Partia Demokratike, të hapë syt nga diaspora, të marrë ata që sot janë, siç është dhe janë dhe në Amerikë që drejtojnë disa institucione, dhe t'i afrojmë afër nesh, sepse ata janë shqiptar, flasin shqip dhe kërkojnë që t'jenë pjesë e Shqipërisë. Kështu si Shqipëria ka nevojë shumë për këtë rini, Shqipëria ka nevojë shumë për këtë këta intelektual që ndodhen jashtë Shqipërisë. Dhe diferencën le ta bëj ai që është ma me shumë eksperiencë, ma me shumë zotësi dhe ma me shumë inteligjencë. Është nga Shqipëria, por nga diaspora unë uroj që t'jenë që të shqiptarët, ata që drejtojnë partitë politike në Shqipëri, të hapin syt nga diaspora, nga çdo vend i diasporës, jo nga Italia, nuk kërkoj vetëm nga Italia, nga çdo vend në diasporë ku ka shqiptar dhe janë të integruar mirë dhe të ketë afër, sepse në Shqipëri ka ngel 70% ka ngel vetëm mosha e tretë, e cila janë gjyshat tonë dhe i pashim sa më gjatë, por nuk kemi një rini që e shoh se angazhohet për të integruar në politikë dhe kjo është shumë e keqe. Është shumë domethënë se sepse ose janë dhe vetë rinia, unë tham se janë dhe vetë rinia si nuk e kërkojnë të pjesë dhe kjo është një gabim shumë i madh. Sepse duhet të ta kërkosh që ti jesh pjesë e politikës, ti jesh pjesë e mirëqenies njerëzore, ti jesh pjesë e mirëqenies të fëmijëve dhe të nipave tanë, sepse politika nuk bëhet sot për sot, bëhet sot për ardhmen. Por rinin në Shqipëri unë e shoh shumë të ngadalësuar të projekt për të qenë afër politikës. Të kjo domethënë. Po, vazhdo, më fal. Po, unë besoj se janë dy arsye që rinia është pak larg politikës. E para, një mentalitet i gabuar bardhok që është ajo që thotë politika nuk bëhet sot për sot, shkallët ngjiten avash. Ato duhen me bëhet direkt, me fillu sot edhe marr një post politik nesër. Edhe tjetra më duket ata rinia më duket si një tufë me qingja, jo në kuptimin negativ. Po në kuptimin e pafajësisë edhe të urtësisë, si një tufë me qingja që duhet të bashkëpunojnë me një tufë ujë që është dhe ujë ku janë sa herë doje. Domethënë nuk e kanë të vështirë me depërtu faktikisht, sepse ata kanë ndërtu edhe një gardë. Unë bardhok kur jam marrë me njerëz në punë, domethënë që kanë ardhur njerëz në punë që kanë bën më të ri se unë, puna e parë që kam bën unë ju kam dhënë kurajo edhe besim, sepse ndryshe po i majtë në presion, po nuk i mësove, po nuk i aktivizove, ata nuk bën. Po në Shqipëri më duket sa pak sa ndryshe, ata nëse ti ke shku aty, ata të shohin si kundërshtar, të shohin si armik, të shohin si nuk e di se si, edhe pastaj mundohen me të marrë larg, sa më shumë javë ti jesh, aq më larg të mbajnë sepse mendojnë se karrika e tyre është në rrezik. Prandaj nuk ti e shikon Itali që ka hapësira ndryshe, ndërsa në Shqipëri jo, duhet të jesh ose promovimi atyre ose ka shumë se shqiptarët e duan politikën për veti. Shumë drejt, kjo si thonë, por është vetëm pikë, si mund ta quajmë ne, domethënë punët ose referimit, që politika po si politikë nuk falet, merret. Është vërtet. Dhe rinia nuk duhet që t'inkurajohet se jo nuk më len ky apo nuk më len ai. Duhet jetë si ishin studentët e 90 vendimmarrës se duhet jemi dhe ja dolën. Rinia duhet jetë ajo që thot unë jam dhe do ja dal. Si të shkon në shkollë dhe thot sot unë do marr notën 8, edhe në politikë do të thoj unë jam këtu, apo 10 ku daljon, unë jam këtu dhe unë nuk do të dorëzohem
në çdo lloj sakrificit, në çdo lloj përballjet, në çdo lloj po të themi në mbyllje dyrësh apo spostimit, por unë do të vazhdoj. Nëse do mbyllet dhe dera, siç e thash edhe përpara, unë do pres aty mas derët, sepse kjo është vendi im, është ajo që unë ndrej dhe ajo që unë du, për të mirën teme dhe të mirën e shqiptarëve dhe brezave tash. E drejtë edhe në fund, kur futesh në politikë si rregull, duhet jesh që të futesh si shërbëtor, si shërbyes, për të shërbyer vendin dhe në fundit duhet presish, duhet kesh atë qetësinë e duhur derisa të vijë radha. Kur futesh për interes, më tani ndoshta të liqesh pak më shpejt, sepse e shef se nuk të del interesi dhe kthehesh mrapa. Por politika në Shqipëri, me thënë drejtën, po përsërisë një era pak xhungël, bardhok, nuk e di. Shumë xhungël. A kupton, kështu që. Nëse për fatin e keq në Shqipëri nuk bëhet më politik, është vërtet sidomos në pjesën e zotit kryeministër, si më ta thojmë, sepse nuk po shoh, ai po largon Shqipërinë çdo ditë nga Bashkimi Evropian, po largon Shqipërinë çdo ditë nga demokracia, po largon Shqipërinë çdo ditë nga e drejta e qenit shqiptar, po largon çdo shqiptar që është kundër atij, dhe po ata 300-400.000 veta si i ka në administratë publike, po pensionistat që i gënjen me 2.000 lek shtim pensionit, me i paget cigare, biles edhe ajo se ka shkullë më shtrejt për sa më kujtohet, dhe vazhdon të qeverisë, ata që nuk janë dakord o do largohen ose do shtypen dhe do të jenë pjesë e tij. Dhe këtë nuk duhet që rinia t'ja lejojnë vetes. Sepse çdo autokraci dhe çdo komunizëm është rrëzu me rini dhe me forcë. Nuk askush nuk e dorëzon pushtetin. Pushteti merret, nuk falet. Bardok, unë mendoj që duke qenë se janë komplet ato që tha, domethënë njerëzit në Shqipëri pjesë më të madhe, qeveria i ka nën kontroll, sepse i blen me vene pune, i blen me benefite dhe i marrin edhe nën presion, sepse kjo është organizuar me mafian në atë formë sa që njerëzit pak që janë të lëkundshëm ose jo shumë të fortë të kundërshtojnë, ndoshta i detyrojnë të votojnë. Tani krahu tjetër i politikës që pretendon që të argëzojë, duhet t'i kthej, besoj unë, syt nga diaspora, sepse Bardok në një luftë, ne shikojmë lufta për shembull Ukrainë, Rusi. Ukraina po i kërkon armë kudo ku ka, kërkon armë nga Anglia, kërkon armë nga Amerika, kërkon armë nga Gjermania. Ndërsa Shqipëria në këtë përballje ka një armatë tashme në kuptimin shyll, se dikur shqiptarët shkuan ndoshta të zhvilluar, të shkolluar, edhe na i morën gati vendet perëndimore, si njerëz formuar. Tani ka koha që këta shqiptar, brezi tjetër që u formuan në perëndim dhe kanë tjetër mentalitet, tjetër kulturë perëndimore, Shqipëria duhet i therrasi nën armë, si thonë, nën armë kuptimin për të luftuar, po janë një aset i jonin që na atakojnë me thirr, na atakojnë me marr, edhe jam i sigurt që nëse thirrja bëhet me ndershmëri, ata patjetër që do kthehen mbrapsht. Por mu më duket, si shkruaj edhe një status, se nga që Shqipëria nuk po ja u var fare, nuk po ja u var, jo var në kuptimin në interesin të atyre, po interesin e vet të Shqipërisë, mu më duket se po rrezikohet shumë ta humasi diasporën me këtë lloj qasje. A ka ende shpresë, Bardok, para se të futna drejt për drejt në politikën e Shqipërisë? A ka ende shpresë që dikush dali edhe ta afroje këtë armatë shqiptarësh të pajisur me kulturë perëndimore, me studium perëndim, me integritet, me dëshirë për të kontribuar, por edhe me dije të nivelit lartë? Shqipëria, Genc, nuk tham zoti Genc ty, tham Genc, Shqipëria, Genc, po bën gabime shumë të mëdha për sa i takon jo vetëm pjesa politike, por domethënë e gjithë administrata politike, jo vetëm një pjesë politike, por çdo parti politike të mëdha, sepse ti e the shumë bukur se dikur na i morën ata dhe të gjithë intelektualët dhe i kishin gati formum. Shqipëria ka mundësi, ajo që thamë edhe që parë, se Shqipëria sot i ka të gjitha mundësitë që atë intelektual që po dalin
në diasporë, t'i ketë pjesë të qeverisjes, t'i ketë pjesë të organizimit të një demokracie reale dhe një shtetit të së drejtes, siç i takon një vendit që aderon për të kenë Bashkimin Evropian. Dhe kjo është e vërtetë është një mungesë shumë e madhe. Për si e shohon, nuk është çdo fjalë që e flas unë apo ti sot është domethënë e vendosur nga gjykata, por unë si e shoh unë, kjo është një mangësi shumë e madhe e institucioneve në Shqipëri politike që nuk po afrojnë brezin e ri dhe brezin intelektual që po krijohet në diasporë, ku kemi të sinqert, kemi njerëz në politik, kemi doktora, kemi inxhiniera, kemi kirurg, kemi profesora, kemi shkencëtar, që është edhe në Amerikë, zotnia në Amerikë. Por Shqipënia nuk ka ngel të pjesa nuk i dën, ose nuk e shef t'i ketë afër për një arsye ose i tjetër. Unë du të them vetëm këtë. Unë llogarites në vend si tjetër Shqipëria, ato shefton njerëzit dhe shqiptarët, rinin shqiptare, para disa ditësh i riu nga Shkodra i dha fund jetës vet. Vetëm se nuk i doli viza për në Gjermani, sepse në Shqipëri nuk kishte asnjë shpresë për punë ose për jetesë. Tash jemi në këtë pikë, jemi në pikën më delikate si Shqipënia ndodhet, ku kanë ngeli 1.300.000 shqiptar, janë 2 milion, më shumë se 2 milion jashtë trojeve shqiptare, janë vetëm në 13 vitet, 14 vitet e fundit ka 1.036.000 shqiptar nga Shqipëria në kohën e Edi Rams, dhe çdo ditë po vazhdon që të ketë ikje. Dhe siç është edhe problemi i rrjollit, si ne kemi pa në Galipoj, dhe është një problem shumë i madh, sepse po merret toka njerëzit me dokumentat e rregullta dhe nuk ka as edhe një lloj përpjekje nga asnjë institucion politik që këtyre personave të dalë zot ose të drejtohen gjykatave si institucione politike për të mbrojtur të njerëz. Pastaj, se si do jetë e vërteta, në qoftë se gjykata vendos, le ta vendos gjykata. Ta vendos Strasburgu, sepse gjykatat në Shqipëri janë gjitha të shitura, dhe këtë e dim për fatin e keq. Të fillu nga skapi i partisë dhe gjitha me radhë. Shqipëria ka nevojë për diasporën, por nuk e dën diasporën, ndoshta në atë pikë për momentin, sepse mund t'i prishë edhe punë. Dhe këtë e tham, domethënë, mund të kem edhe kritika, por e tham se e shoh se nuk po funksionon. Se nuk funksionon asnjë gjë në Shqipëri, ajo dihet bardhok, bile në fund njerëzit nuk sepse ju ka hek edhe ajo ndjenja e turpit. Si e them këtë, se kur dikush bëte një gest, një veprim që ishte i dënueshëm, paktën duke sikur kishte turp dhe mundote mos me ranë sy ose me kërku një farë ndjese. Sot ishte në SPAK një person edhe kishte dalje nga SPAK-u një gazetar i nderuar, kishte shkuar për ta marrë intervista, nuk e di, pak pas kam qenë në zonë sot, edhe ai e kishte ofenduar, kishte talla, kishte shah, nuk e di. Domethënë shkon edhe si hajdut, edhe në fund ke edhe kurajen edhe përgjigjesh me arrogancë. A mund ndodhi kjo në politikën italiane që një njeri që shkon e paraqitet në gjykata të jetë kaq arrogant me median e me njerëzit, se këta duket sikur e kanë për ner, shesin të ardhik, por çfarë kanë bën, megjithëse këto janë gjëse që i dënon edhe ligji, por edhe populli. Tash ligji në Shqipëri nuk i dënon, sepse ato janë pjesë e qeverisë. Por unë tham këtë, të paktën t'i dënoj morali i tyre. Të kenë pak fytyrë që të shash një person pa mbrojtur, ose të ofendosh një person pa mbrojtur, nuk të bën më burr dhe nuk bën më të kenun, por të bën vetëm një cop ignorant. Sepse kjo nuk është pjesë e qenit shqiptar, që të ofendosh atë që është në punën e vet. Çdo lloj pyetje si tjetë nga gazetari ose nga një person i thjesht, duhet të jesh ai person, sepse ti, sido si tjetë puna, je një investitor apo për person publik, nuk është person publik, por një investitor, dhe ti si investitor do t'japi shembullin e një personit me edukat,
pastaj do të jetë gjykata ajo që vendos. Por për fatin e keq në Shqipëri investitorë janë bërë ata që janë krahu i Edi Ramës. Gjykatës janë bërë ata që ka zgjedhë Rama me gisht, me bashkë me Ballukun. Drejtorat po ashtu. Kryetarët e policisë apo shefat janë po të njëjtit që janë zgjedhur me gisht. Kto si në Shqipëri nuk ka ngel asnjë gjë tjetër për vetëm se një autokraci siç është në Rusi, në Turqi, e shumë vende tjera të pazhvilluara ose vende tjera që përshkojnë drejt rrëmimit të përbrendshëm. Sepse autokracia nuk sillet si gjë proteste. Një shkatrim përbrendshëm siç i ndodhi edhe Maduros në Venezuelë. Ajo ishte turp, ishte vetëm turp. Dhe çdo kush që ta bëjë një gjë të tillë, të ketë turp për veten e vet. Po unë shikoj edhe me tjera, po zona si shembull të Francës, se ti ke edhe këto persona politik, ja për shembull Belinda Balluku, një hajdute me patent, tani do të thosh ti, ore, po se ka dënuar gjykata, po s'ka nevojë me dënuar gjykata, më gjykata ndoshta dënojë ndosh mos. Ajo është hajdute, domethënë, se nuk ka t'ia më kush për inati, se ajo është shumë e fortë, pra, po të mos ishte e fortë, hajde, si ja bën si njëri dot, ajo ka shumë forcë politike, shumë forcë ekonomike, po në fund ka shku këtu, sepse diçka ka bën ajo, edhe është sigurt se ajo ka vjet, edhe nuk i përmend kot 35 vjet burg, ndoshta në një gjykatë serioze, edhe dele bën akoma fushate politik në për Shqipëri dhe shqiptarët vazhdojnë edhe i heqin kapelën sepse e quajnë edhe babaxhane, e quajnë të mirë sepse thot janë më bë për inati. Nëse tani kjo palë nuk do të kishte kur në pushtet do Bardok, sepse jo se jam kundër ndrrimit pushteteve, po që Edi Rama të bëhet kryeminist, unë kam thënë çat herë, mund të bëhet kushdo, edhe Dreshi mallkuhet mund të bëhet kryeminist, po Edi Rama si amazi se Dreshi ose djalli po themi kështu, nuk duhet ishte. Po u bë, po përveç se u bë na ngelim der më Bardok. Na ngelim der. Tani a thu duhet bëjmë në gjane, domethënë në këtë rast opozita, a ka një mangësi anti bën punë rregull, ta nuk mundet, ta mos mundësina ka të justifikueshme, apo ka një defekt diku që duhet riparu? Genci, opozita po mundohet bëjmë të çfarë po mundsi. Problemi kryesor është ikja e shqiptarëve, të ikja e rinisë, sidomos ikja pjesës së demokratëve, sepse ata që janë larguar nga Shqipëria janë, mund të themi 80% janë demokratë, sepse janë të vetmit si janë gjetë pa punë, pa një sociale, janë kërcënu, janë shantazhu dhe mundësisht janë vazhduan urdhën se o do të jesh me mu ose ti do të largohesh. Dhe kjo ka ndodhur në shumë vende të Shqipërisë, ku ka demokrat. Partia Demokratike, nuk drejtoj unë Partinë Demokratike, por mendimi im në Partinë Demokratike është se duhet të koordinohet shumë mirë me pjesën demokratë në Shqipëri dhe sidomos do të koordinohet shumë më mirë me pjesën e diasporës. Që mos të ketë më një Edi Ramë të dytë, por të ketë një demokraci reale. Edi Rama nuk është i pa rëzushëm, nuk është i pa thyshëm, se çdo kush është thy, u thy dhe Maduro, Rusi, u thy dhe pjesa e Iranit dhe Al-Khamenei, pra si nuk ka një diktaturë që nuk është e thyshme. Rëndësi ka që brenda Partisë Demokratike të ketë një koordinim, sidomos për diasporën, që diasporën ta ketë afër. Dhe ta thras, por jo ta thras vetëm për atë pjesën e të protest, por ta thras diasporën që ta ketë afër dhe ta menaxhoj situatën bashkë me diasporën. Nuk flitet për Italinë, por në çdo vend të botës ku ka shqiptar që duhet që të jenë aty afër, dhe Edi Rama të largohet dhe të vini demokraci reale në Shqipëri. Dhe këtë mund ta bëjnë Sali Berisha, jam i sigurt se do e bëjë. Po, një sekond që ajo që po kërkoj unë është një koment që na ka bën Berti Qoku që po na ndjek. E falenderojm, e përshëndetëm edhe më herë, të nderuar miq. Partitë politike si në një krah e si në tjetrin po trajtohen si biznes pronë private dhe diasporës nuk po japin asnjë hapësirë që të japin kontributin e vet e jo më të jenë përfaqësues. Mu më duket sikur ka fol drejt
Berti me këta se diaspora nuk po lejohet, as nuk po afrohet, edhe kur vetë afrohen, më duket sikur ato janë të më larg. Nga një anë themi që shqiptarët kanë hik pjesa më e madhe, kanë shkuë edhe janë pjesa më e madhe janë në diasporë, ata nuk po e marrin diasporën, nuk po thrasin diasporën, pra këtu ka një kontradikt, mu më duket mua. Edhe kanë hik, edhe nuk i kemi, po nuk i marrim dot, nuk e di se si mund ta quajmë. Mund tjetë për përshëndes Berçogun, zotin Çogu, partitë politike në Shqipëri, po flasim për partinë që është në pushtet, e cila është i parti se ajo din vetëm bëjnë biznes dhe kjo është e sigurt. Ajo din vetëm kush i jep dhe kujt i jap. Për sa i takon Partisë Demokratike, Partia Demokratike ka pas një shkatrim të vetvetes të filluar me zotin Basha, i cili dim shumë mirë çadrën dhe po vun shumë ato momente. Shpresojmë se doktor Berisha me referendumin që bët të shi ose vot besimin, i cila është e drejta ajo që bëhet, sepse vot besim duhet të ketë dhe e drejta dhe se është vot besim, sepse Berisha nuk është i humi zgjedhjet, ju vollen zgjedhjet, dhe këta jemi gjithë të kuptueshëm, dhe të mirë kuptueshëm për këtë pjesë, besoj se siç dhe po e ka konfirmu dhe të gjithë e kemi lexuar dhe marrë vesh, se neni i parë që do të jetë në ndërrimin e statutit Partisë Demokratike do të jetë diaspora. Dhe unë jam shumë besueshëm, unë e besoj shumë këtë pjesë nga doktor Berisha, sepse që nga kthimi i tij në politikë, rikthimi i tij në politikë si lider, ai ishte në politikë, por ishte vetëm deputet, por si lider, diaspora filloi dhe mori atë autoritetin, filloi të jepet autoritet. Ka pas shumë probleme, shumë përplasje, jam dakord, por ne demokrat i kemi këto përplasjet, por gjithmonë e gjejmë zgjedhjen dhe duke qenë se doktor Berisha është lideri jon, jam shumë i sigurt se do të ketë hapësinë për diasporën. Kur mos thuj kur dhe asnjëherë nuk është bon. Në politikë asnjëherë nuk është bon. Okej, me shumë. Po vazhdo. Unë jam shumë e besoj shumë këtë pjesë. Po mirë, shumë bukur, inshallah bëhet më mirë. Me datën 23 maj. Mas e gaboj. Jo, Bardok, ne jemi të gjithë të gabueshëm, duhet ta pranojmë se jemi persona që gabojmë, po edhe ne prandaj nuk duhet të insistojmë në një diçka sepse ndoshta nuk e kemi të drejtë, se ne shqiptarët nganjëherë insistojmë jo, unë kam të drejtë. Jo, e gjikon koha, e gjikon njerëzit tjerë. Prandaj ne nganjëherë duhet i lëmë egët personale dhe duhet kemi një qëllim të përbashkët. Momentalisht qëllimi jon është që të rrëzojmë Edi Ramën, ka pak kontradikta nga mënyra se si, po besoj se ato do të sheshohen. Me datën 23 maj ka zgjedhjen Partinë Demokratike dhe me qenë se Partia Demokratike nuk ka kandidaturë tjetër, ka rikonfirmimin e Berishës. Pyetja është, po diaspora politike flas, e angazhuar me Partinë Demokratike, është pjesë e kësaj zgjedhje, a merr pjesë apo është harruar dhe ndoshta do ta kujtojmë në zgjedhjet e ardhshme? Ja, ne kemi pas na është dhënë mundësia që të jemi pjesë dhe delegat, kemi edhe delegat atje, siç e din ti zoti Gens shumë mirë. A me 30 thotë për kuvenin kombëtar. Për me datën 30, dhe me datën 23 gjithë ata që janë pjesë e kryetarëve kanë të drejtën të shkojnë dhe kanë të drejtën e votës, të gjithë ata që janë kryetarë në diasporë. Dhe kjo është një hapësirë që nuk e bën kur në asnjë parti politike, në edhe një parti politike, por të shohim edhe nga ana e Partisë Socialiste, në diasporë nuk ka asnjë delegat dhe nuk ka as edhe një person që e përfaqëson diasporën e komandojnë nga Tirana. Kurse doktor Berisha ka punuar në një mënyrë për sa i takon diasporës shumë të hapur dhe shumë demokratike, duke i dhënë drejtën diasporës që të zgjedhin vetveten dhe të jenë edhe pjesë.
janë pjesë të gjithë kryetarët mund të marrin pjesë për referendumin, mund ta thëna më mirë se nuk është se janë zgjedhje, sepse nuk mund të ketë zgjedhje kur të vjedhen zgjedhjet. Dhe doktor Berisha ju kanë vjedh zgjedhjet dhe ne gjithë demokratëve. Dhe me datën 30 janë dhe delegatë që janë të ftuar po nga Partia Demokratike, të cilët kanë drejtën e votës të zgjedhin edhe Këshillin Kombëtar, që është pjesa më e lartë e Partisë Demokratike. Do me thënë diaspora është e ftuar në Kuvendin Kombëtar. Absolutisht po. E ftuar dhe delegate. Po. Po, unë për veti, sipas mendimit tim dhe shumë si unë mendojmë që diaspora mbahet pak sa larg, jo rastisht, po edhe me agjendë, duke qenë se diaspora është forcë e madhe dhe mund ta sjellë ndryshimin, edhe nuk e di a me të vërtet politika shqiptare ka dëshirë ta sjellë ndryshimin apo është pajtuar me këtë lloj situate që janë. A duhet që diaspora të angazhohet në një formë apo në një tjetër, jo këtë varur nga partitë politike, sepse kemi ca detyrime ndaj atij vendi, se ai na ka le, ai bën na ka rrit, edhe ndoshta ne nëse politika nuk na jep hapësirën e dur, ne nuk do të rrim duar kryq. Diaspora ka nevojë për bashkim. Ja është e vërtet. Ka nevojë për një bashkim që të jetë e gatshëm të dalin zot Shqipërisë. Po prapa. Te ja bëj ftesë çdo njeriu tonë, në çdo vend botë shqiptare, që të bashkohemi njëri me tjetrin, kudo që jemi. Sigurisht edhe një telefonat ose edhe secili vend ketë grupet e veta që të interesohet dhe të integrohet për bashkimin e shqiptarëve, që të dalim zot Shqipërisë, kjo është e vërtet. Për çdo lloj, në çdo lloj momentit dhe në çdo lloj problemi që gjendet Shqipëria diaspora, sepse ai vend është vendi jonë. Unë respektoj Italinë, e du shumë për mundësitë që më ka dhënë gjithmonë. Por lind kam herën e parë kur kam thirr nan, e kam thirr në Shqipëri, nuk e kam thirr në italisht. Ai është vendi jam dhe atë do të mendojnë çdo shqiptar që ka lind në Shqipëri dhe ata që s'kan lind, sidomos ata që s'kan lind në Shqipëri, që mos të harrojnë përjardhin e tyre, dhe të jenë të gatshëm dhe të bashkuar për të dalë zot Shqipërisë. Për pjesa politike, se janë të angazhuar, doan të angazhojnë apo nuk do të angazhojnë. Kjo është për të pa, sepse duke qenë demokrat ne kemi pjesën e djathtë, dhe djathtës do shkojmë gjithmonë. Por do të më pa edhe këtë pjesën, sepse kur bashkimi bën fuqinë dhe dihet ajo punë se të shqiptarët do jenë gjithmonë pjesë edhe të politikës, besoj dhe shpresoj. Jo, unë e kuptoj, po thash nëse vjen një moment për shkak që nuk gjen hapësira, pastaj ne nuk mund të dorëzohemi, nuk mund të paraqitemi ose të justifikohemi që nuk na lën shqiptarët. Ne duhet që të angazhohemi, jo të ngelim vetëm te fjalët, duhet të angazhohemi në një formë apo në një tjetër, në unitet si diasporë, se në fundit politika është politikë, partitë politike janë parti politike, por Shqipëria është e gjithëve e jona. Edhe ne nuk mund të lëmë gjithmonë në dorë të politikës, mund të jemi edhe një parti në kuptimin, s'po them parti, po mund të jemi njerëz që duam kombin të pa angazhuar në parti politike, ose mund krijohet një formacion politik, si më thon, me detyrë shpëtimin e këtij vendi, se ata po vjedhin, ata po shesin, po bajnë pazar, edhe po falin se Edi Rama do fal plot, prona në Shqipëri thjesht për të merrur karrikën e vet. Po ne nuk mund presim pafund, se atëherë marrohet Shqipëria, s'kemi ku më shku më. Kjo është shumë e saktë. Gens, atë thash, po thosha, domethënë nuk e thash tamam siç e the ti, që shqiptarët duhet të bashkohen. Te mos shikojmë cili është i pari apo cili është i fundit. Mos kemi hatërmetje, këtu nuk kemi asnjëni s'kemi çfarë kërkojmë në emigracion, sepse gjithë kanë punën e vet, të gjithë kanë biznesin e vet. Dhe uroj të ketë sa më shumë biznesmen se sa punëtor, shqiptar në diasporë, dhe në politikë gjithashtu uroj të kemi sa më shumë të angazhuar dhe të fituar. Kjo është ajo çfarë bashkë me grupin, jo vetëm. Kemi kërkuar gjithmonë se shqiptarët bashkohen dhe të jenë të bashkuar. Të lam me një anë, ne si diasporë, të paktën ne si diasporë, intrigat, përçarjen,
drejtumit me gisht ky është apo ky s'është, dhe të bëhemi bashkë për një qëllim. Për qëllimi është vetëm Shqipënia. Dhe t'jemi edhe kur je bashkë ke edhe ma shumë forcë, por ke edhe ma shumë respekt në çdo kush. Dhe këtë e shoh. Dhe këtë e shoh çdo ditë, se sa ma shumë jemi bashkë, dhe as ma respekt fitojmë. Po patjetër se e imponon respektin, edhe aty ku nuk duhet njerëzit me dhënë imponon kur je forcë të respektojnë edhe nga jo vetëm nga ajo, po edhe pak frikë në kuptimin thojë se frikë është s'ka kush, po të shohin si forcë. Bardok, ju keni e përmenda edhe në fillim një marrëdhënie të shkëlqyra me forca Italian. E kam parë si thash, jo me të thënë me histori, por e kam parë nga afër. Tani unë mendoj që Forca Italia i ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme Partisë Demokratike që nga rithemelimi sot në një kohë kur Partinë Demokratike e refuzojnë flas partinë pjesën e rithemelimit kur nuk kishte as vula as kurrë, edhe Sali Berishën që ishte në ngrada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Britaninë e Madhe, nuk i shikonte kush, nuk i shkonte kush në zyra, nuk i fliste kush, kam pa shumë pjesëtar, shumë politikanë nivelit lart, deputet të Forca Italias që kanë ardhur në takime në Shqipëri dhe besoj që e kam pa që iniciatori kryesor i kësaj marrëdhënie ose ura lidhse keni qenë ju. A mund të na ndihmojnë diçka më shumë ato italian apo nuk kanë gjë dorë më tepër? Patjetër se do të ndihmojnë. Jam shumë bindës se ato do të patjetër nuk e them unë, sepse nuk jam unë si komandaj ata. Por duke kuptuar marrëdhëniet si kemi me ta ne këto në Itali, por dhe Partia Demokratike Doktor Berisha, jam i sigurt se do të ketë shumë ma hapësinë dhe bënim ndaj Partisë Demokratike, por dhe ne si Parti Demokratike duhet të jemi shumë më të angazhuar dhe shumë më të bashkuar. Sepse në qoftë se ne nuk kemi atë bashkimin brenda për brenda, sado që do i mikut në moj nuk arrin dot asaj. Kursi unë kërkoj që të ketë bashkim, të ketë vetëm një qëllim, sot për sot qëllimi është shpëtimi i atë dheut dhe largimi i Edi Ramës. Forca Italia është në krahun e Doktor Berisha, në krahun ton, dhe do të jetë, besoj se do të jetë për shumë kohë të gjatë. Unë Bardok jam tip që emocional, irritohem shpejt nga njëherë dhe si i thonë, ndoshta ka rasti që e them edhe fjalën e fundit të parën, ndoshta kjo punë gabim, por kur qetësohem, ndoshta edhe e pranoj gabimin, nëse dikush më bind se kam gabim, duhet të ngacmoj, po edhe pak duhet të shpreh atë indinjatën time, e kam shpreh edhe në një status në Facebook, se unë jam ndjer i fyr si pjesë e diasporës, jo direkte, po indirekte, po ti besoj që do të jesh, nuk e di se si e ndjer ti, siç e tham jeni një grup në Itali me shumë kontribute dhe i keni dhënë një ndihmë të madhe Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Pash Gazmend Bardhin dhe Juritë dhe Tabakun që erdhën në Rom e nuk u takuan me ju. Jo për ju, mu taku me ju për t'ju rrit ju autoritetin apo për t'ju thënë diçka, po thjesht për veten e vet, sepse ju jeni tamam një urë fort bashkëpunimi midis Forca Italias dhe PD-s. Pra, nga një herë Bardokun nëse vin në Rom për diçka, unë më mirë takoj Bardok dotën edhe shkoj bashkë diku me Bardokun sepse më krijon një tjetër lidhje, një tjetër mundësi, se sa kur jam vetëm. Ato erdhën duke e ditë se ju jeni një urë lidhse midis Shqipërisë dhe Italisë, edhe në dash politikisht ndërmjet Partisë Demokratike dhe Forca Italias, ndoshta dhe ju takuan jam keq kuptuar, por nuk pa ndonjë status që u takuan me degën. Tani shkuan në parlament, unë jam i sigurt vetëm në një gjë, sikur të ishin tumnigjua ato dy, se po të kishin taku Bardok dotën edhe grupin e Bardokut, ato do të kishin qenë akoma më shumë të mirë pritur e të respektuar nga Forca Italia. Kjo lloj distance, kjo lloj shkumje mas shpine si skuthat, kjo më thënë drejtën më indinjoj, më irritoj, edhe them me veti, ora këto si duhet me i bë punë, duke mos përdor asetet dhe armët kryesore që kanë. Ne shqiptarët, një pjesë e shqiptarëve të vunë për ego. Dhe unë e tham me plot binjen, sepse mos takimi me ne nuk na prishi as edhe një lloj punët. Jo, di aty në po flas që vjen në afër.
them t'jem I sinqert, ma shumë mund t'i këtë prish aty nëse sa ne. Po e di, jam I sigurt për ata. Mund të, si që di dhe kanë marrë dhe ne I fjalë, do më thënë, jo shumë të këndshme nga disa këto, për disa muhabete që janë folë, të cilët duhet ishin evitu, që në parim. Mendimi I secilit është mendimi personal. Zonja deputete dhe zoti deputet kanë mendimet e veta, dhe kjo ishte që po thrisja që parë, të ketë bashkimie për qarje, sepse Bardok Doda nuk është deputet dhe nuk e mbron pjesën e deputetit. As Dritan Beqiri, as Genc Paçuku, ne jemi atdhetar, por nuk kemi për interes, dhe nuk e besoj se asnjëri nga ne është për interes. Kur bëhen punë për interes personal dhe jo interes partijak apo interes kombëtar, pastaj ndodhin edhe këta takime dhe kjo do me thënë këta anashkalimet pa këndshme, sepse nuk japin asnjë lloj frutit, por japin vetëm një përqarje dhe një pakënaqësi totale, jo vetëm te ne, por e japin të gjithë demokratë që janë në Itali, por sidomos ata në Shqipëri, sepse Shqipëri realisht presin nga diaspora që të jetë afër, dhe unë shpresoj se diaspora do jetë afër Shqipërisë. Nuk kam çfarë të them për ta, ato janë mendime personale, ato I përgjigjen vetë, do më thënë vetvetes, dhe unë nuk kam se të flas për takimet e tyre, kanë bërë shumë mirë, janë taku. Urej që të kenë dhe takime të tjera, por e kanë zgjedhur mënyrën e takimit fshetas dhe shumë mirë kanë bërë. Është ideja tyre, dhe kështu të vazhdojnë. Jam dakord, po ti kur flet gjithnjë për bashkim dhe bashkëpunim, edhe të vjen aty dikush për shkakun që është përfaqësues I opozitës, o është nevojë sot o asnjëherë tjetër, po un kam thënë se këto vijnë Bardok bën ca fotografi dhe nuk e di askush se çfarë u biseduat dhe ndoshta nuk bisedohet edhe asnjë gjë, po thjesht duhet më nashit ne sikur kanë mbështetje nga forcat politike të vendeve perëndimore. Prandaj I quaj nivel të ulët të bomit politik, sepse ata vetë duhet ta përdorin diasporën si ur bashkëpunimi, por në vend që ta përdorin si ur bashkëpunimi, ata anashkalojnë. Ky Dritan Beqiri na ka ngacmuar me një pyetje, po ja bëjmë pyetjen, ka bën koment ai, po unë zakonisht nuk merrem shumë me këto komentet, I lexoj kryesisht në fund, po e bëj pyetjen e Dritan Beqirit dhe ai pyet, po unë se di, nuk e di a di ti, po nuk e di asnjë ndoshta, a do të përfaqësohet diaspora thotë në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, do të ketë përfaqësim apo kush e di atë punë? A je ti Bardok? Unë jam pjesë e Këshillit Kombëtar. Po jam pjesë e Këshillit Kombëtar. Dhe unë nuk është se e shpresoj, por jam I sigurt se do të ketë diasporë, se sa do jenë nuk e di, por do ketë përfaqësues diasporës në Këshillin Kombëtar. Nuk jam I sigurt, mos më pyet për shifra. Jo, mos po them për shifra, thjesht kishte rënë në kjo pyetje, po Dritan Beqiri na ngacmoi nga Italia, Di Brana është ai, ka drejtë me na ngacmuar. Ka drejtë me na ngacmuar, tash çfarë themi? T'ia prishim? Në kufi aty afër e kemi. E përshëndesim Dritanin, e përshëndesim. E përshëndesim dhe unë e përshëndetem dhe Dritan mos na ngacmon se nuk I dim gjitha, ose nuk I themi gjitha. Nuk I dim, ma shumë nuk dim se nuk I themi, pa hajde. Jo, më po bajnë shaka se ne në këtë radio, ne flasim hapur dhe thirrim njerëzit që flasin hapur, sepse ne nuk I kemi bërë shkujo Bardok, as nuk kemi frikan, sepse vetëm kemi kontribuar dhe nuk kemi bërë punë të këqija. Domethënë kam pa edhe ke ju vetëm keni kontribuar pa asnjë lloj gjëje në shkëmbim, domethënë nuk ose keni kërku posta apo keni kërku deputet leka në gjë tjetër, keni punuar sepse doni me kontribu për vendin tonë, për Shqipërinë. Mora me të bëni një pyetje tjetër tani, meqense je I angazhuar dhe je drejtues për Partinë Demokratike në Itali. Para zgjedhjeve ishte Josefina Topalli e ngarkuar për diasporën. A ka ardhur ndonjëherë
ka një komunikim apo thjesht ishte për ato zgjedhje dhe tani nuk ka ne vlerë angazhimi i saj me diasporën? Të jemi sinqert, nuk e di se ka qenë Josefina ishte drejtuese politike për kohën e zgjedhjesh për diasporën. Më vjen shumë mirë se najti shumë në Itali, por merdi shumë keq se nuk shkojnë në vende tjera që takojnë shqiptarët nëpër vende tjera. Kjo merdi shumë keq dhe akoma ja bëj pyetje vetvete si ka mundësi. Megjithatë e din vetë zonja Topalli. Nuk kam iden se ka qenë, po e di se ka qenë edhe një herë tjetër në Rom, por nuk më kujtohet arsyeja, domethënë se për çfarë ka qenë. Por për takime politike nuk kam asnjë lloj dienie dhe nuk e kam pas asnjë lloj statusin Facebook apo në media sociale apo në televizive të ketë qenë në Itali. Por vetëm se një rast që ka qenë Rom, tash nuk më kujtohet mirë se për çfarë arsye ka qenë. Unë për zotin familjare më duket. Unë për zotin, për një martesën e djalit. Jo të vajzës, nuk e djalë të vajzës. Nuk e di. Për arsye familjare, po nuk është se i kam dhënë, domethënë. Nëse e kuptoj. Po harrova ka pas dasmën, po nuk e di a djala a vajzë, nuk e të vajzës. Dasmën nuk kujtohet. Po jo tani më kujtu mua kur tha që ka qenë për diçka ka qenë dasmën e vajzës. Por zot në bardhok unë s'm kërkuar ndoshta po më bosi marr në Rom e pi një kafe, mami është e pi me një i shoqëruar me një nga ju se e di se do të papajnë kafen më të mirë, jo më pas punë më dhaja se jam i sigurt që do t'i zgjidh më mirë me bosi me qenë me ju. Ndoshta këto politikan ndoshta s'kan aftësi të njohin njerëzit, prandaj edhe urrin larg ose ndoshta s'kan edhe kapacitet e bardhok. Mos u çudit që atyre që duket vetja si janë të vegjël para jush dhe prandaj edhe nuk arrin të komunikojnë me ju. Ti je i sigurt sepse unë një shoh ato nuk kanë asnjë lloj aftësie, asnjë lloj kapaciteti. Nëse në zgjedhjet në Partinë Demokratike tani këto zgjedhjet nëpër degë dhe nëpër zona po bëhen zgjedhja kryetarit është me 23 maj, kuvendi kombëtar është me 30 maj, që tha është edhe diaspora merr pjesë. Nuk e di se si funksionon tashni për sa i përket këtij forumit gruas, forumit rinor, nuk e di këto a do bajnë zgjedhje ndonjëherë apo jo, apo do të vazhdojnë ti marrin këto poste, ti marrin këto poste kështu me dhon pas zgjedh asnjëherë. Po besoj që edhe këto nuk kanë bën, nuk po them se janë bën pengesë më bardhok, por të paktën nuk kanë dhënë asnjë, jam i sigurt për këtë. Tani ti që je pjesë e brendshme e strukturave i di gjërat më mirë sa unë. Kur zgjidhet Këshilli Kombëtar, domethënë zgjidhet edhe kupola me sekretar të përgjithshëm nën kryetare apo janë të zgjedhur këto nuk lëvizin. Zgjidhet vetëm Këshilli Kombëtar në kuvendin kombëtar. Vetëm Këshilli Kombëtar. Domethënë struktura e Partisë Demokratike nuk do të ketë ndryshime të mëdha përveç Këshillit Kombëtar. Është Këshilli Kombëtar, pastaj i cili do mbledhet dhe do vendos për sekretarin për nënkryetarët, të gjitha strukturat e tjera politike. Jo, po them kot se ndoshta ka koha të zgjidhen edhe ata mos ta marrin. Përsa i takon pjesët së Lidhjes Demokratike të Grus, ajo është një degë e Partisë Demokratike brenda përmenda mund ta quajmë. Po. Është në vetë dhe zgjedhjet i organizon vetë Lidhja Demokratike e Grus. Po nuk ka lidhje, domethënë nuk mund ta imponojë. Po ai njëjta gjë është edhe forumi rinor i Partisë Demokratike. Po. Për punën e Lidhjes Demokratike të Grusit më pyet Linditën se ajo është si merret me gratë, me zonjat e ndarume dhe zonjushat dhe nuk jam ndjeni për asnjë lloj lëvizje çfarë do bëjnë as Lidhja Demokratike e Grus dhe as forumi rinor i Partisë Demokratike. Jo, me sa njoh Linditën, unë jam i sigurt se Lindita s'ka punë në atë punë, sepse Linditën e kanë pa një njerit fort, me dinitet dhe integritet dhe nuk është nga ato që shkon e serviloset, edhe po nuk qeja të tillë, më duket se atje në atë forum s'ta vargush. Nuk japin shumë rëndësi. Aty duhet të jesh servil që të bëjsh punë edhe të mbështetesh, edhe të marrësh ndoshta edhe një post drejtues. Nuk mund të flas për atë që nuk e njoh. Jo, flas unë në opinionin tim. Nuk e njoh zero. Jo, e di, por jap opinionin tim duke dëgjoj tani, për shembull ti të drejtosh një forum.
për shembull Bardok deri si forumin e Krus, forumin rinor, edhe në fund mos marrin edhe 30 like, sidomethënë një like, një simpatizant joti do ta japin kuptimin edhe politik, si thonë, se një like është gati edhe mbështetje për atë. Edhe bajnë disa, tash s'po ja u përmend se më bën dhe unë bozu ja u përmend, bajnë një status Bardok edhe marrin 100 komente, po ishin janë negative. Unë nuk e di sepse thonë to jo po janë hedhur në sulm patronazhistët. Ore, patronazhistët ne nuk i nalim dot. Po ai ke edhe ti 100 simpatizant me dërgu një koment në shtetës apo jo, nuk i ke. Janë njerëz që nuk për mua nuk afrojnë kurçan Bardok, kështu që kam përshtypjen që ndoshta duhet të rifreskohet pak samër me aprovu një herë me njerëz të tjerë. Jam shumë dakord sepse do të ketë të patronazhistat, sepse nuk lehet gjithmonë faji i Hajdudit. Ose nuk lindet faji gjithmonë i kundërshtarit. Si që thaj shumë mirë edhe ti, unë do të kem 110 shamje, po mund të kem 111 pëlqime. Po balancohet i çik. Kjo më jep atë forcën që unë të hec përpara, por nëse kam 100 shamje dhe asnjë pozitive, unë do të thotë se unë për vete si që ndjej, unë ndjej se nuk blej ma për atë post që kam. Megjithatë është i diçka që e vendosin ata vetë që marrin lajkat dhe pëlqimet. Jo, Bardok, një person që nuk është i pëlqyer në popull, a kupton? Nuk është i pëlqyer në popull, lej tek militantët, po nuk është i pëlqyer në popull, ai person nuk ka mundësi as me kriju bashkim, as bashkëpunim, as me kriju frymë pozitive, se thonë finani, çkem mas Bardok dohet, po nëse Bardokun e shohin të gjithë me syrin e keq, nuk vje kush, nëse e shohin me syrin e mirë, pastaj vin patjetër, pra ne them unë që duhet me provu më njerëzit, pra ne ndrohen. Në Britaninë e Madhe u bën zgjedhje lokale tani, edhe humi partia që është në pushtet, vetëm me 2 vjet në pushtet, edhe po i kërkojnë vetëm në partisë o Bardok, po i kërkojnë asaj, atij kryeministit të largohet nga partia dhe nga detyra. Edhe nëse ai largohet, në 6 vjet bën 7 kryeministra, ndërsa ne u plakëm me Ramën. Kjo është fatikesh, jo vetëm me Ramën, por shumë emra të tjerë. Po prandaj po them unë që duam edhe ne, edhe opozita, nuk i heci në shoh pak sa, përdor formë tjetër, përdor njerëz tjerë, hapet i çik, po nuk e di se çfarë do bëhen ato. Shiko, është kultura politike në Shqipëri do në zhvillim. Po pra një themun që të afronë... Do në zhvillim. Ne kemi vot referendumin, do me thënë, ose vot besimin për një kauza shumë të drejt, sepse nuk kishte zgjedhje në Shqipëri dhe nuk ishte humje, ishte vjedhje. Dhe ata që dalin dhe thonë, jo, Berisha të largohet, jo Berisha ashtu, ose Berisha ashtu, janë shumë gabim. Sepse ata kishin bashën dhe e votun me 95% prap, edhe kur i adha votat e Tiranës. Dhe sot dalin e thonë, dhe ne për kancelerit huja, se Berisha nuk lën rinin, ose Berisha dënë që tjetë vetë, nuk është të vërtet, pos që Berisha, po jo garantojnë se s'do ketë Parti Demokratike, Partia Demokratike do bëhet disa pjesë, dhe nuk ka arsye që të kërkohet Saliveris largimi, janë shumë tjerë që mund të kërkohet largimi, të cilët nuk kanë marrë asnjë frot në Partinë Demokratike, as edhe një herë. Po pra, nëse Berishës nuk do t'i kërkohet largimi, po pastrimi i partisë, a mund t'i kërkohet? A ka që në dorë Berisha vetë për të pastruar diçka, po janë mbledh shumë. Atë e thashën, se duhet të jenë disa të tjerë, do të jenë disa të tjerë që do të marrin përgjegjësinë, sepse Berisha ka bërë një fushat elektorale sa nuk e kanë bërë gjithë që janë deputet sot dhe kandidat për deputet, e ka bërë vetëm dhe e dim shumë mirë, nga 7 deri 8 takime në ditë. Dhe pjesa tjetër, të jemi sinqert, me keq ardhje tham, kanë publiku foto nga plazhi ose nga mali se bante shumë nxehtë në det. Por kjo nuk është kur gjë, po ka fjalë për disa që kanë kontribuar për Partinë Socialiste për rilindjen. Kjo është marrana, se le nëse s'kan marrë pjesë, kanë blem gjumë, e kanë marrë plazh, po ka disa që folin për shkak XY ka punuar për deputetin për shkak të Partisë Socialiste, se kush e di se çfarë jashtë premtu.
Janë disa persona si i njohim shumë mirë për fatin e keq, por nuk mund t'jem unë ai se t'i ve gishtin, t'i tham t'i largo ose t'i rri. As se t'i tham t'i e bën e mirë apo bën e keq, ai është doktor Berisha, nuk jam unë dhe nuk mund të marr përgjegjësi. Për fatin e keq po kemi pasur, dhe i dim edhe me emra, me mi emra. Dhe janë po njëjtit persona që kërkojnë vetëm përshami çdo ditë në Partinë Demokratike. Nëse Bardok, tema kryesore, domethënë që më lindi ideja mu ishte kjo puna e votimeve të pjesshme në Itali lokale. Ne ju kërkojmë shqiptarëve, siç kërkova edhe ti, kërkoj edhe unë, edhe të gjithë ne të tjerë që jemi pak më jashtë, duhet i kërkojmë atyre që janë brenda pjesë e këtij procesi që të angazhohen, që të japin mundësi shqiptarëve që të jenë përfaqësuesit e atyre, se Bardok, shiko si puna. Nëse ti Bardok je diku, ndoshta unë e ti nuk njihemi bashkë, po diku aty ku jeti, dikush do të më respektojë se thot Bardoku shqiptar, edhe ky që ka ardhur këtu për një punë shqiptar, pra detyrimisht të rritet pak autoriteti edhe i rritet presioni atij tjetrit për ta bënë një punë më mirë, se thotë ka i përfaqësues mrena ky. Kështu që njerëzit mos i shihni gjërat kaq ngushtë, se duke u zgjedhur shqiptarët i duket sikur nuk përfiton. Përfiton morse përfiton autoritetin në ato komuna apo në ato zyra shteti ku ti të shkesh në herë për tu paraqit për një halla për një problem. Besoj se shqiptarët duhet punojnë për shqiptarët sepse është në interesin e tyre. Por nuk do të harrojnë asnjëherë që çdo eksperiencë që të marrin, ndoshta ta kenë në mendjen e vet që një ditë mund të shkojnë edhe ta kryen edhe në Shqipëri, sepse ka nevojë Shqipëria për njerëz që kanë eksperjenca botërore, sidomos nga këto vendet e zhvilluara. Patjetër, biles në Prato dhe në Pistoia kishtin, sidomos në Pistoia, një organizim shumë perfekt nga David Parubi e Ed Parubi, fal edhe të nderuar Erika Maceti, e cila nuk lën një takim shqiptar ku ajo nuk është prezent, e cila vetëm për mbështetje ndaj komunitetit shqiptar, dhe afrimitet ndaj komunitetit shqiptar, një person që nuk e shef shqiptarët i shef si pjesë e integrimit si italian dhe nuk i shef si të huaj, dhe këta e ka demonstru disa herë dhe me kohën kur ishte në Shqipëri për fushat elektorale, e cila ka qenë 3 ditë për fushat elektorale me doktor Berishën bashkë, domethënë kemi shoqënu doktorin në çdo cep të Shqipërisë, fillu nga Berati deri në Lezhë. Dhe unë dua që t'i falenderoj dhe t'i inkurajoj shqiptarët me vetëm me një fjalë të vetme, bashkim. Vetëm kjo është. Vetëm bashkim. Kjo është e rëndësishme, sepse duke u bashku i herë fillimisht, duke u bashku nga ato atje, duke u bashku atje, krijojmë një bashkim të madh, e ndoshta i bëjmë mirë atij vendi. Unë Erika Mazetin e takova kur isha atëherë në Rom, bile edhe falenderova. Nëse ajo me ato taku me miliona njerëz, unë di se ajo nuk më mend se kush jam unë, po në çdo rast që ta takosh, thuaj ke falënderime dhe përgëzime nga një emigrant që është në Londër, sepse unë me të vërtet e vlerësoj punën e saj të palodhur edhe dashamirëse në mbështetje të opozitës në Shqipëri. Unë i kam pasur të gjitha takimet sepse e ndjek situatën në Shqipëri, jo nëpërmjet Facebookut, jo nëpërmjet televizorit, e kam pas sa herë ka ardhur, edhe Bardok ka ardhur në ditë të këqija, dhe ai që të vjen në ditë të keqe, ai merr respekt dhe mirënjohje, se kur je mirë të vinë të gjithë. Kur je mirë të vinë të gjithë. Kështu që më vërtet, edhe ti Genc ke lënë punë tuaja, mos harrojmë, dhe kjo në Rom me na ndëru me pjesëmarrjen tënde. Se duhet të falenderojmë edhe ty. Unë kam detyra se jam shqiptar për shqiptar, po ajo është italiane, nuk është shqiptare. Aja është italiane, por e shef veten, i shef shqiptar si pjesë e Italisë, si pjesë e italianëve. E kuptoj, kështu që më përcjell respektin dhe mirënjohjen. Patjetër me kënaqësi. Nga unë në çdo moment që ta shohësh, më bani përshtypje dhe ai deputeti, po jam më emrin që bani ditëlindjen në Shqipëri. Batilokjo, po që Batilokjo ishte atëherë në Rom, edhe erdhi bani ditëlindjen në Shqipëri, kjo se dëgjoj,
Bardok në shqiptar. Shkodër. Po pra, në shqiptar ku them se dikush do të marrë mikrofonin edhe të thotë diçka. Jo, njerëzit edhe indirekt flasin. Domethënë të vina të bëjnë ditëlindjen në Shqipëri në Shkodër, është edhe një reklam që i bëhet Shqipërisë. Pra, edhe ajo është meritë e madhe ai për shef kart, për fest me festu ditëlindjen, po qoftë edhe për fest në atë formë e vet, është formë mbështetëse, edhe domethënë i bani fare reklame. Rumi Badilokjo ish eurodeputet, ai ka qenë eurodeputeti më i ri i zgjedhur në herën Parlamentin Evropian, deputet dhe president i komisionesh për sigurinë rajonale në Itali, ka qenë që ditën e parë që ka qenë pro Shqipërisë, ka qenë momentin kur, siç e the ti vulen e kishte Basha dhe atë ditë që ai ka pranu, domethënë ka thënë se po do të vi. Unë nuk e kam besu, dhe nuk e kam besu as në momentin kur unë e kam pa në skenë, prap kam thënë se kjo nuk është e vërtetë, sepse ne ishim në koha më e keqe se kishte ndodhur ndonjëherë në Partinë Demokratike. Ishte shkatërimi total dhe ne ishim njerëzit, domethënë njerëzit më të pavlerësuar që mund të ketë pas ndonjëherë një parti politike, ishim ne që ishim krahu i doktor Berishës dhe i Partisë Reale Demokratike, jo Partisë Bashkës. Ajo që është sot. Unë duhet që t'i falenderoj gjithë Erika Macetin, Badilokjon, Tasinarin, Gasparin, Barellin, senatorin që sot kisha kënaqësinë të takoja dhe mpritin zyrën e tij në Senat, zotin Rafaelo De Rosa. Gjithë ata që janë Alessandro Cattaneo, i cili ka në Shqipëri po me mu, dhe gjithë ata që kanë qenë dhe nuk janë qenë në Shqipëri për arsye, nuk e kanë lënë asnjëri për arsye politike, kanë lënë vetëm për arsye të kohës apo të momentit. Unë duhet të falenderoj gjithë Forca Italien, por kam një falenderim edhe një të veçantë shumë të madh, i cili është Pepe Leoni, që është vllai i jon dhe puna më e madhe e bëme për komunitetin shqiptar në fillim fare ka qenë e këtij personit, dhe doktor Leoni është një shqiptar i birësum, dhe me doktor Berishën ne e quajmë ambasadori në hije. E fort kjo, domethënë që ka kontribues të shumt nga Italia për shqiptar dhe për Shqipërinë. Edhe kjo duke filluar nga Antonio Tajani, që kam pas disa herë takime me të. Edhe kjo edhe për merit të komunitetit shqiptar në Itali, edhe të drejtuesit të politikën në këtë rast, të asaj pjese që korrespondon koordinon punën me forca italiane, tuaj në Bardok Dota, keni meritat pa diskutueshme, edhe unë do ta ruaj gjithmonë respekt në mirënjohjen për atë që keni bën Bardok, por do të flasi sik me zhargon popullor, ndoshta shumë ta konsiderues i këtij emisioni, por ata shqiptar, ajo pjesë politike që nuk e ka respektuar, se unë shikoj të vinë njerëzit në Rom edhe të mos takohen me ju, në shenjë jo edhe siç e tham për interesin e vet, nuk po them se ndoshta nuk kanë atë dinitetin e atë kulturën e respektit, e të hynë mas dyrsh e pa u taku ju, edhe të mos përdorin këtë komunikimi me autoritetet italiane, partitë politike italiane, duke ju anashkaluar, edhe jam i sigurt që nuk ju janë mirënjohës një pjesë e mirë, nuk janë mirënjohës për punën që keni bërë, ata ma pashin në faqen e zezë, sepse këto janë thika mas shpine, edhe janë kontribute për përsharje dhe jo bashkëpunim. Prandaj unë them që Partia Demokratike, kushdo që tjetë drejtuesi Berisha apo kushdo që tjetë, në radhë të parë duhet të ketë kulturën e mirënjohjes të çdo individi apo grupimi që punon për ata, sepse ti kur punon për ata pa marrë asnjë këmbim, atëherë ata duhet të jenë mirënjohës. Bardok, keni bërë punë të madhe. Bardok, ndoshta propaganda mundohet me aul punën, Bardok, ju kam ndjek në vëmendje, keni bërë punë të madhe.
edhe nuk ka njeri që mund ta mohojë atë punë. Keni bë punë të madhe në arenë ndërkombëtare, saqë edhe njerëzit, se Shqipëria, Partia Demokratike ka një departament për marrëdhëniet me jashtë, i ke pas të punuar gjithë ditën, të punuar jo, po tu kanë intervistë në televizor, nuk kanë marrë një lëvizje jashtë shtetit. Edhe kur kanë dalë, se shikojmë që dalin këto jo ne jo këne, bajnë një fotografi edhe vinë me atë fotografi në Shqipëri ku kanë bën nomin. Po kur nuk e sollën një personalitet huj për mbështetje në Shqipëri, ndërsa ju e keni bën. Ju keni bën në ditë thash më të këqija, në ditë që demokracia në Shqipëri ishte luftë për ekzistencë. Edhe duhet një falendëruar dhe duhet ju mirënjohet kjo punë edhe të mbeteni gjithmonë njerëz të respektu. Të falenderoj për gjithë ato që thatë. Ne si grup kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë. Nuk e kemi në mend të dorëzohemi as edhe një nga ne për asnjë lloj intriget apo mos takimit si na ndodh ne. Kjo tjetë domethënë e sigurt nga ato që na dëgjojnë, sepse nuk unë dhe grupi nuk njohim dorëzim. Ne njohim vetëm ecje përpara, dhe ecin përpara nuk siç e kemi pas gjithmonë, nuk e kemi për interesa personale siç e kanë ata që kanë ardhur vinë bëjnë takime fshetas këtu apo në Londra apo në Amerika ku të diun, por e kemi për kombin. Jo vetëm aty ku jetojmë, por mbi gjitha për kombin nga aty ku vim, se aty ku jetojmë gjithë janë të integruar dhe shpresoj se të jenë gjithë sa më të integruar, sidomos në vendimmarrje politike dhe në politikë. Dhe të jemi të bashkë të japim, mos të marrim shembullin e këtyre që kërkojnë përçami, po të marrim shembullin e bashkimit Gens. Nuk ke gjë më të bukur se të kesh shqiptar të bashkuar dhe ti të ndjehesh pjesë e tynesh, dhe të mendosh se si mund të veprohet që Shqipëria të ecin përpara, që demokracia të ecin përpara. Nuk ke gjë më të bukur. Dhe unë ndjej janë disa raste se unë ngatrohem edhe me fjalët e mia nga emocionet kur shoh se jemi gjithë grup dhe asnjëri nuk ka kundërshtim kur vjen puna për të trojet tona shqiptare për Shqipërinë tonë. Dhe kjo dëshet ndodhin çdo kohë. Për sa i takon pjesë punës, ne do vazhdojmë punën, nuk do ketë dorëzim, do ketë takime prapë tjera që ne do organizojmë me doktor Berishën, që do shkojmë në zyrë të doktor Berishës, ata që dalin për fotografi, uroj të kenë aparatin e mirë, ne nuk kemi për fotografi, ne kemi për komp. Dhe gjithë nga ne kemi për komp. Dhe po ashtu edhe në Londër jam i sigurt si ti, si gjithë se ke baj punë dhe ti shumë të madhe, pavarësisht se nuk tash njoft, pavarësisht se ka pas shumë intriga, dhe kam ndjek shumë mirë edhe pjesën e Anglisë, dhe jam bindes dhe i sigurt se atje do të ketë bashkim dhe do të ketë lëvizje dhe shqiptarët do të bashkohen njëri me tjetrin me një qëllim vetëm, pa interesa politike. Interesat janë kombëtare së përsët. Nuk janë një postit. Ashtë vërtet dhe për sa kohë ne nuk e shohim si interes kombëtar, ne do të kemi probleme. Në kohën që ne ta vendosim ta shohim interesin kombëtar si primar, besoj që të gjithë do ta gjajmë gjuhën edhe të bashkëpunojmë. Po siç e pata për më lart, mirënjohja bardhok, mirënjohja respekti janë adrenalin që të ndihmojnë në punën tonë, ndërsa thikat mas shpine nuk do të ndalojnë, por të pengojnë sa do pak në rrugën që ne duhem të shkojmë. Bardhok, unë besoj se kjo ka qenë biseda sone me ne, tash nuk e di nëse ti do më shtuni diçka mund ta shtosh. Do më shtu vetëm një diçka të vogël. Po. Du t'ju falenderoj si radio. Du që siç jeni sot, t'jeni më shumë nesër dhe kjo radio t'jetë e shpërndarë në çdo qytet ku ka shqiptar në botë. Mendimin e shqiptarëve shpresojmë që t'ja dalim, t'ja dilni, se unë jam pjesë e juja, kërkoj ndjes. Kjo pjesë, edhe kjo, sepse sone, aje pjesë e radio, se dëgjoj, Bardhok, kjo e ardhmja jote, është kontribut, se ne po s'patëm njerëz me fol,
ne nuk me ka do flasim. Pra edhe ardha jote është kontribut, edhe kontributi jot merr vlerë edhe më shumë sepse unë i di angazhimet tuaja sidomos këto ditë që ke lëviz në për gjithë Italinë, unë e di se e kohën e ke pas shumë të kufizuar, kështu që është kontribut edhe për këtë të falenderoj. Ju falenderoj unë ju. Se po u bëm gjithë moderator, atëherë s'ka kush më fol. Pra edhe fol bashkarisht duhet ta themi rroft kombi shqiptar dhe bashkim të diasporës. Këtë kërkoj. Vetëm bashkim. Të lam me njanë çdo fjalë dhe çdo intrik që mund vinë nga jashtë apo nga çdo vend, por ne jemi bashkë dhe t'i dalim zot Shqipnisë, ashtu siç e ka zakon shqiptari. Faleminderit shumë për ftesën tuaj. Edhe unë, edhe në emrin tim, por edhe në emrin e radios, të falenderojmë shumë që ishe pjesë, edhe ne duhet ta dish se e kemi thënë, edhe të kemi thënë edhe personalisht po edhe në radio, që këtu jemi për çdo zonë që ban thirrje në dobi të bashkimit, edhe thirrja jote ishte shumë e thjeshtë, por me shumë vlerë, bashkim, sepse bashkimi bën fuqinë, siç e themi të gjithë, edhe ne kemi nevojë sot më shumë se kurrë. Bardok, meqenëse je vazhdimisht i angazhuar për sa kohë, në fakt gjithmonë të kemi thirrë ne, po do të na bëjë qefi edhe me në ardhë, si i thon patrokitër. Patjetër se po. Po, domethënë thjesht patjetër se po. Se miqtë e shtëpisë nuk do të trokasin për herë. Kështu që për sa kohë që të kesh një angazhim edhe do me thënë me bën një thirrje, do me thënë një fjalë apo një diçka, ti je mos e i mirëpritur, në 7 ditë e javës kemi misione, mos me qanon as dikush tjetër, por e ke derën e hapur ashtu si çdo patriot tjetër ka derën e hapur në këtë radio sepse ky është edhe misioni jonë. Kështu që mos hezito, sa herë të dush je i mirëpritur. Të falenderoj shumë edhe natën e mirë. Natën e mirë dhe ju falenderoj shumë edhe ju për kohën dhe për gjithë këtë kënaqësi që na dhënë me radion tuaj të nderuar. Faleminderit dhe përshëndetin emrin ton, tim dhe të radios, të gjithë emigrantët në Itali, edhe i ftoj që të bëhen të gjithë bashkë me ne që të nxjerrim konkluzionet edhe të gjenë një rrugë të bashkimit ashtu siç e kërkuat me shumë të drejtë edhe ju. Natën e mirë pra Bardok Dota. Unë jam edhe pak sekonda në radio, unë jam Gens Paquku, siç e dini ose nuk e dini nëse erdhët vonë, që isha në një bisedë me zotin Bardok Dota nga studio në Londër. Tani unë me thënë drejtën e kam si fiksim këtë punë që njerëzit që punojnë, ti promovoj, edhe t'ja tham hapur që punoni, sepse në shqiptar nga njerëz themi, burri keq filani, bani keq filani. Por nuk kemi mësuar me thënë që bani mirë. Unë kam qenë në një rast në Itali, në një takim politik, edhe e kam pa angazhimin e Bardok Dotës bashkë me struktura tjera, bashkë me grupin, edhe është një grup që meriton respekt dhe mirënjohje, edhe unë për veti nuk do t'i kursej fjalët e mia për këtë grup asnjëherë sepse e meritojmë. Duhen mbështetur sepse ata të vetëm nuk kanë çfarë me bë, ato ta bëjnë punën e vet, po mbështetja jon patjetër që jep kur ajo jep adrenalin. Kështu që mbështesim çdo patriot që punon për Shqipërinë, edhe siç e përmendi Bardoku gjatë gjithë kohës. Interes kombëtar pa interes. Se Bardoku me forcën që ka në Itali, po të kishte kërkuar, do ta kishte marrë një post tani deputet, një karrik të deputet janë një po nuk e ka kërkuar kurrë, se ju garantoj se po ta kishte kërkuar e kishte marrë. Edhe ajo që pash me bani përshtypje, Forca Italia nuk është një parti është një parti që është në pushtet sot, partia e Berlusconit famshëm, Bardok Dota në Itali, në Rom, në grupin parlamentar të Forca Italias ishte si me thënë në katunin e vet, domethënë këtë thjesht, këtë mirënjohje, këtë respekt, këtë humor a thusa në shpinën e vet. Kështu që këto nuk krijohen pa mund, pa sakrificë, pa dignitet edhe pa inteligjencë. Kështu që ishte kënaqësi që patëm Bardokun sot në radio, edhe jo vetëm Bardokun, po çdo lloj Bardoku tjetër që do me ardhur me thënë fjalën e vet, patjetër me një emërus përbashkët ajo që tha Bardoku, bashkim. Ne duhet bashkohemi që të ecim përpara, sepse jo
kemi ngel me numro, po jemi duke ba edhe hapa mrapa. Nuk e di nëse moderatorja jo në ndëruar zonja Madjana Nuredini në fillim e dëgjoj urimin tonë për ditëlinjen, në qoftë se jo, ja përsërisim edhe një herë Madjana gëzuar ditëlinjen. E ke edhe dhe 100 vite të lumtura. e ke edhe në fillim të edhe në fund Madjana, kështu që po desh të me një gjue, e ke dëshmin. Bardok, natën e mirë. Natën e mirë, ju falenderoj edhe një herë për ftesën, dhe jeni të mrekullueshëm. Dhe Bashkë me ju, të gjithë bashkë. Mirë u takoshim në një intervistën tjetër, do ju kërkoj vetë të radhë. Okej. Nuk do pres nga ju. Okej, këtë duam edhe ne njerëzit të marrim guximin e të na thonë, sepse ne jemi këtu për nuk kemi ne për vetin kuptimin, sepse duam që të japim edhe ne kontributin ton duke kriju hapësirë për zonin tuaj. Edhe zonin ton patjetër. Ma bafsh natën e mirë, e të fala grupit Romës edhe të Italisë. Falat do të shkojnë gjithëve, të falenderojmë dhe të përgëzoj për çdo gjë, për gjithë rrugën tënde dhe ecjen tënde që po bën me radion dhe jetën tënde personale. Faleminderit për edhe një herë, natën e mirë. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Unido Radio, ja që erdhi edhe fundi i emisionit ton për sonte. Mikrofoni hapur, i drejtuar nga unë, Gens Paçuku, nga studio në Londër. Tani, e keni pëlqyer apo se keni pëlqyer? E pëlqeni apo nuk e pëlqeni? Do ta pëlqeni apo nuk do ta pëlqeni? Këtë ne nuk e imponojmë dot, por ajo çfarë bëjmë ne është që do mundohemi të korrigjohemi në çdo rast, sipas edhe vërtetjeve edhe kritikave të juaja. Pra, një koment, një këshill, nuk ka rëndësi, kritik mund të jetë, sepse ne jemi të hapur për kritika, se ne edhe vetë bëjmë kritika, sepse e quajmë kritikën si diçka që të zhvillon, të imponon, të zhvillohesh edhe të korrigjohesh. Ne kritikën edhe kritiket nuk i kemi armiq, i kemi dashamirësit më të mirë, se nëse na kritikoni, jeni dashamirës. Nëse na lini e largoheni në heshtje, do të thotë që nuk e keni bërë kritikën, por më thënë drejtën, ajo na vret më shumë, sepse ne nuk duhet të humbasim dëgjues, duhet t'i shtojmë. Nëse kjo radio pëlqen, nëse na ndiqni, edhe për t'ju transmetuar edhe miqve, edhe shokëve tuaj, që ata kenë mundësi jo vetëm për të na ndjekun, po edhe të banin pjesë e emisionit në të ardhmen, do të banit mirë. Gjithsesi, ju falenderoj edhe një herë, unë Gens Paçuku nga Londra. Mirë dëgjofshim të martën tjetër, nëse nuk na bie ralla me bën ndonjë emision tjetër gjatë javës. Faleminderit edhe herë, natën e mirë. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.